Përderisa Shqipëria dhe Malizi janë storje suksesi i BE-s sa i përket zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor dhe gjasa që ata të antarësohen brenda 4 viteve janë shumë reale, Maqedonia e Veriut mbetet e bllokuar në rrethin vicioz të kontesteve fqinjësore. Zgjidhja e tejkalimit të ngërçit me Bullgarinë mbetet një kusht i pashmangshëm që duhet të ndodhë në mënyrë që vendi të bëjë një hap përpara drejt integrimit, që është hapja e kapitujve të negociatave për antarësim. E këtë e ka bërë të qartë edhe një herë sot komisionerja për zgjerim Marta Koz gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Në Maqedoninë e Veriut, objektivi ynë politik është që të hapim negociatat me klasterin e vlerave fundamentale sa të miratohen ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Për këtë, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut duhet të fillojnë bisedimet në mënyrë intensive dhe të gjejnë zgjidhje për këtë çështje bilaterale dhe unë qëndroj në dispozicion si lehtësuese, nëse është e nevojshme. Ajo më tej ka shtuar se BE-s i nevojitet unitet dhe për këtë ata insistojnë që procesi të jetë i bazuar në merita, pasi uniteti vjen edhe nga vlerat e ndara. Në këtë drejtim, Kos tha se Shqipëria po ecën më shpejt se më parë me reformat e integrimit. Ne kemi mundësi reale që brenda vitit 2029 të antarësojmë një ose më shumë shtete kandidate me të drejta të plota si vende antare të BE-s. Në Shqipëri kemi hapur tashmë 24 kapituj të negociatave. Vetëm në 2 muajt e fundit kemi hapur grup kapitullin e 2 dhe të 3. Ky shtet kandidat e ka kuptuar momentin e ri për zgjerimin duke bërë reforma më të shpejta se më parë. Ne duam që shtetet kandidate të jenë pjesë e sistemit ton të përbashkët të sigurisë. Shteti ligjor është i panegociueshëm. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut ka mbajtur seancën e parë ndërqeveritare me BE-n në vitin 2022, por procesi i nisjes së negociatave mbetet i bllokuar për shkak se vendi nuk ka arritur që të përmbush detyrimin e ndërmarrë me kornizën negociuese për futjen e bullgarëve në kushtetutë.